Rasti i moshuarit nga Lezhë, Bektash Zeneli, i arrestuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, u kthye në një precedent që po përdoret sot nga zyrtar dhe ish zyrtar të lartë, për të kërkuar zbutjen e masave të sigurisë. Ndryshimet në praktikën gjyqësore për masat e sigurisë nuk erdhën nga politika apo kuvendi, por nga gjykata e lartë, pas shqyrtimit të çështjes Zeneli. Ai ndodhej në arrest shtëpie për 7.3 kg kanabis të gjetura pranë kotecit të pulave, ndërsa prokuroria kërkonte rikthimin në arrest me burg. Kreu i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, nisi procedurën për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës gjyqësore të njësuar, që prej vitit 2011. Kolegjit e bashkuara vendosën shmangjen sa më shumë të masës ekstreme, arrest me burg pa afat. E para që përfitoi nga kjo praktik ishte ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, e cila kaloi nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje, edhe pse akuzohet për disa vepra penale dhe i është sekuestruar pasuria. Tashmë precedentit po i referohen edhe ish ministri Ilir Beqaj dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, të cilët kërkojnë ndryshim të masave të sigurisë. Në vendimin unifikues, theksohet se rrezikshmëria nuk përcaktohet vetëm nga natyra e krimit apo vitet e dënimit, por edhe nga personaliteti i të pandehurit, sjellja e tij dhe rrethanat konkrete. Pikërisht kjo pjesë pritet të përdoret nga avokatët e zyrtarëve të akuzuar për korrupsion, shpërndorim detyre, fshehje pasurie apo plastir parash, për të shmangur arrestin me burg dhe për të përfituar masa më të buta sigurie, si arrest shtëpie, detyrim paraqitje apo hetim në gjendje të lirë.